Policia ka lënë të lirë dy vëllezërit e shoqëruar një ditë më parë si të dyshuar për vrasjen e Ymer Hajdarit, ngjarje kjo e ndodhur ditën e martë. Pas marrjes në pyetje të Luan dhe Beqir Xheçukaj, policia nuk ka gjetur motiv dhe lidhje të veprimeve të dyshuarve që mund t'i lidhë ata me vrasjen e oficerit të burgut 313, duke i lënë ata të lirë. Dy vëllezërit Luan dhe Beqir Xheçukaj largoheshin nga Shqipëria në dy pika të ndryshme kufitare, vetëm 24 orë pas vrasjes së 54 vjeçarit, babai i dy fëmijëve. Ngjarja ndodhi mëngjesin e së martës në Unazën e Re, teksa Hajdari kishte dalë nga shtëpia edhe me makinën e tij kishte nisur të shkonte në punë në burgun 313 në Tiranë. Dëshmitë e familjarëve, por edhe hetimet paraprake hetimore të policisë së Tiranës kanë sjellë dyshime të arsyeshme se ngjarja kishte për motiv hakmarrje. Luani dhe Beqiri janë dy vëllezërit e Shahin Xheçukaj, i cili u vran në një lokal në qendër të Mamurrasit në 23 prill të vitit të kaluar. Policia arrestoi në atë kohë pas ngjarjes 36 vjeçarin Alket Hajdari, efektiv i policisë së burgut në Fushkruj dhe nipi Ymer Hajdarit. Edhe pse policia arrestoi autorin e dyshuar sipas burimeve pranë uniformave blu, të afërmit Xheçukaj duket se nuk kanë hequr dorë nga hakmarrja për këtë krim. Dy vëllezërit, Luani dhe Beqiri, sipas burimeve nuk u gjetën në banesë, ndërsa policia ra në gjurmët e tyre në momentin që po largoheshin nga Shqipëria.